Ndëruar shikues intervistën këtu në verandën, në terasën e lëvizjes Bota Shqiptare të lajmetarit apo imamit Tim Shkupi. Kemi ardhur për një arsye, siç e thash në fillim, të veçantë, me qenë se diskursi i tij ka vite që ka nxjerrë, po them nga herezia, po ka shkaktuar polemika të ashpra, qoftë me komunitetin e hoxhallarëve, me pjesë të komunitetit të ata që quajnë veten intelektual, e figura të tjera që nuk u pajtohen asesi me doktrinën, me ligjërimin, me mënyrën se si Tim Shkupi e shet, qoftë dimensionin fetar, qoftë identitetin shqiptar, e atë edhe politik, pse jo. Prezantoj edhe njëherë Tim Shkupi në këtë teras. Mirë se gjetëm edhe njëherë. Mirë se keni ardhur. Shpinë e juj këto. Në shpinë e Zotit. Në shpinë e Zotit e qumë. Shoqërohem nga Qendrimi Kryqëziu. Vjen mirë edhe me qendrim, mirë se ka. I organizatës, një kontributor i çmuar i organizatës Kosovë Shqiptaria, pronari i korporatës Kryqëziu në Kosovë. Zoti na dhash furnizime mbi këto furnizime, na dhash fuqi mbi këtë fuqi, na shtoft numrin mbi këtë numër dhe padyshim pak para kiametit ne kena u bashkë. Beson kiamet? Po kiameti është me nejtë në kam. Kiameti me nejtë në kam. Zoti na ka dhënë fuqien, Zoti na ka dhënë ditonien, Zoti na ka dhënë gjuhën shqipe, gjuhën e vet, po na spedojmë. Na veç do të më lumtu. Da për shqipës këti i qenë. Që në kështë me një vi me mu, se them me pasdesht me pasdesht në Shqipënia në vitin 1912, në vitin 1915 Haxhi Shamilin e palun, ta këshim palu edhe njën Mitrovic, njën Prishtin, njën Pej, njën Gjakov, njën Prizren, njën Shkup, njën Tetov, njën Manastir, sot ishte Shqipëria, grusht e fort. Që është e vërtet? Ne edhe sot inderojmë hoxhallarët, ato na imponojmë fenë e tu.